Blerja e një pasurie të paluajtshme në Shkodër është bërë më vështirë se kurrë për shkak të rritjes së ndjeshme të çmimeve gjatë viteve të fundit. 1 metër katror tek ndërtimet e reja shkon në 1.500 euro. Këto çmime janë si shkak i mungesës së lejeve të ndërtimit dhe rritjes të kërkesave, thon agentët imobiliar. Metri katror në apartamentet e reja që sapo kanë nisë ndërtimin është 1.500 euro, por ka 2 vjet që ka një pauzë, nuk është se ka një ndërtim të ri. Ndërsa për informacionet që kena ndërtimet të reja të apartamenteve do fillojnë te 1.700 euro metri katror në zonat shumë qendrore. Ndërsa më periferike mund të jetë 1.400, 1.500. Ndërsa rritja ka pësuar edhe Qerat, ku një banesë në qendër të qytetit varion nga 350 euro deri në 500 euro në varësi të metrave dhe gjendjes së banesës. Qeranët, një apartament 1+1 në zonat e qendrës është prej 350 euro deri në 450 euro, varet te mobilimi, gjania pronës, faktorë tjerë. Dërsa apartamentet 2+1 në qendër janë fillojnë prej te 450-500 euro dhe rriten në bazë të gjanies të pronës mobilimit. Si për 1+1 kërkesa ka. Më shumë janë familjar, edhe që dojnë mu shpërngull ndoshta prej rrethinave, prej zonave tjera në Shkodër, ose çifte të reja që dojnë dalë vedi. Zonat që janë më larg qendrës janë më shumë turista. Për shembull në lagjen Marlula mund kena lëshuar 6-7 hymje me turista. Gjatë viteve të fundit vëret se çmimet janë dyfishuar, pasi 4 vite më parë metri një ndërtimi të ri ishte 700 euro, ndërsa sot është 1.500 euro. Çmimet janë në rritje, vetëm në rritje. Pothuajse qysh fillim që jena marrë me këtë profesion, çmimet janë vetëm në rritje. 4 vjet më përpara çmimi ka qenë 800 euro për metër katror i pallateve të reja, ndërsa sot është 1.500. Po fillu ndërtimet e reja, nëse fillojnë ndërtim sot besoj që ka prapë rritje çmimit. Agentët imobiliar thonë se nuk janë vetëm shkodranët që po kërkojnë të blejnë me gjithë rritjen e çmimeve, por edhe të huajt, të cilët kërkojnë të kenë një pronë kryesisht në qendër të qytetit ose në zona turistike.